Kjo është qoshja ime, Troçmi Redin, kur i kthehet pasi dhe Big Brother Kosova VIP 4 çeli si parin mbrëmjen e SHN-s me 19 banor të ndryshëm nga njëri tjetri. Nuk jam në shtëpinë e Big Brotherit, por do t'jem aty duke komentuar çdo zhvillim, çdo dinamik, çdo situatë dhe çdo gjë që bëhet virale për t'u sjellë në ju mendimin tim. Më ka pëlqyer në mënyrë fantastike ideimi i shtëpisë, hapësira të bollshme, hapësira e madhe dhe sigurisht arredimi ngjyrat të japi një lloj qetësie, një lloj paqe që brenda një shtëpie e dim se sa e fortë është. E ata që të ta bëjnë lojën, sigurisht që janë personazhe deri diku me vlerë, deri diku edhe pa vlerë, por janë personazhe që e bëjnë një format si Big Brother. Shpeshherë gjykojmë dhe analizojmë a është Big Brother një platformë për të ushqyer dhe për të demonstruar vetëm vlerat dhe vetëm gjëra shkencore, apo është Big Brother një lojë ku luhet me çdo dimension, me çdo kartë edhe me çdo lloj gjëje që banorët e paraqesin aty duke u zhveshur nga çdo kornizë. Këto orët e para sigurisht nuk kanë kaluar pa gjurmë dhe janë disa banor ato që kanë tërhequr vëmendjen e publikut. Por pikë së pari, nga burimet e mia, nga goja e Miletit, kam marrë një informacion që një banor aty ka qenë eskort, ka bërë 3 vite burg. Do ta shikojmë nëse do të ketë guximin për ta treguar me publikun dhe për ta ndarë këtë eksperiencë të jetës. Sa kaq, një pyetje që po qarkullon tani, ku është Linda Rej? Ka humbur, ka disa orë që nuk shikohet në qoshet e shtëpisë. Ka dalë nga shtëpia, nuk e dim, apo merr diçka, një trajtim mjekësor pasi dhe mbrëmjen e deshme në Prime ajo nuk u ndje mirë, ishte në dhomë të rrëfimit. Kjo mbetet për të zbuluar ndoshta nga vetë produksioni ose kur ta shikojmë nëpër qoshet e shtëpisë. Nga ana tjetër, emrat e këtij edicioni padyshim që janë ato që zgjuan interesin dhe na mbajtur të lidhur pasi për një kohë shumë të gjatë edhe nga vetë produksioni është prehur që do të kishte emra interesant, emra të larmishëm dhe emra shumë ndryshe nga 3 edicionet e tjera. E vërteta është ka disa emra që kanë ardhur nga rruga dhe padyshim që janë aty në mënyrë 100% bërllog për të luajtur punën e tyre. Jam shprehur në emisione që nuk preferoj të flas për pornostaren Bia Kalif, por nga ana tjetër, ajo që më çudit është rikthimi i Edit. Lapana, Sapa, Dolcen, një grua bombastike, një grua jorse. E pam sot në mëngjes teksa bënte dush me bikini edhe Edi që gjua për i shkonte deri poshtë. Siç u shpreh dhe vetë Kastraveci u ngrit edhe ta shikojmë se si do të jetë në këtë konvertimin dhe në këtë futjen e dytë, pasi në të parën më së shumti u pasi një fan si Driloni dhe bëri gjithçka që ta fitonte miku i tij, pra edhe nga jashtë kishte suport, por e kam parë që strategjia e tij është që me do e mos të krijojë një lidhje edhe të shkaktoj polemika si brenda por edhe jashtë shtëpisë. Nuk e dim se sa do ja arrijë qëllimin dhe se sa interesant do të jetë në sytë e publikut. Edi që edhe Leonora Jakupi, opinionista që për mua ishte mirë në rolin e saj, ja tërhoqi vëmendjen duke i dhënë një këshill që të bëj kujdes me vajzat për të gjithë eksperiencën jo të mirë që Edi kishte pak muaj më parë kur ishte pjesë e Big Brother Kosova VIP 3. Nga ana tjetër, shumë emra të panjohur, shumë emra që ndoshta janë lënë në harres, si Mentor Haziri që e shikoj në gjumë, por edhe personazhe të tjerë që janë bërë pjesë e shtëpisë, por që nga dita e premte flitet që do të futen edhe 3 banor të tjerë. Nëse do të ndalim tek emrat interesant që kam unë interes për të parë, sigurisht emri më i diskutuar dhe që ka shkaktuar një lloj polemike në për media, në për emisione, është padyshim Iqbale Huduti. Duhet të sqaruar se Iqbalja nuk është feja islame dhe as feja islame nuk është Iqbale. Ai sigurisht është një zonjë me mbulesë që ndjek një fe të caktuar që ka disa rregulla të kësaj feje që i zbaton, sikurse pam edhe shtratin e saj që nuk ishte në ato dhomën sekrete të supozuar, por thjesht ishte ndarë me perde, kjo për të krijuar atë privatësinë por brenda dhomës ku qëndrojnë të gjithë banorët e tjerë, pra nuk ishte veçmas u pa në një video që ai ishte bërë gati për të hyrë, por në Prime dini
u shpreh që bashkëshorti i saj është në gjendje jo të mirë dhe është në spital. Të gjithë e prisnin për të parë komportimin dhe si do t'ishte ajo përballë një shtëpie ku ka alkool, ku ka femra të zhveshura, ku ka degradim, ku ka lojra të pista, ku ka çdo gjë që nuk i përshtatet fesë, po siç u shpreha, feja islame nuk është ikbale e ikbalja nuk është feja islame. Pres me interes për ta parë se si do të raportohet në lojë, besoj që të premten do të futet në ato shtëpi dhe do të ketë ato përplasjet, se kemi parë një tip që është përthyes, dinamik, shumë e zonja në debate, edhe duke qenë tek ikbalja, mendoj që ajo do të jetë edhe, le të themi, qasja apo tabuja që kërkon dhe Big Brother, siç e ka zakonisht në çdo edicion që do të thyej, duke qenë që kemi 2 gra, ka më shumë banore femra, kërkohet një lloj ndryshimi të mentalitetit për t'u dhënë më shumë fuqi grave dhe për të ushtruar dhe për të nxjerrë në tavolinë një diskutim që edhe pse disa kanë komentuar se kur e kanë bërë më të madhe, por në emisionet e Kosovës 1 në 2 ditë ke tema që trajtojnë fen, ke tema që trajtojnë gratë me mbulesë dhe pa diskutim që është një temë shumë e zjarrtë dhe shumë e freskët, shumë e prekshme ajo e muslimanëve, qoftë në Prishtinë, po mos e shumti në Prishtinë, edhe një personazh si Ikbalja që për disa mund të ketë qenë bashkësia islame që e ka ndaluar, apo është realisht pjesa shëndetësore e bashkëshortit të saj. Nëse do të ndalem tek personazhet e tjerë, lëndrimi një i ri artist që ka dalë tani në skenë, por me një lloj temperamenti edhe me një lloj guximi në lojë, si sfida që e pranoi vllai të madh për të djegur valixhe, duke qenë ai banori zyrtar, të tjerët do të jenë në televotim për publiku për të votuar. Interesant është edhe tek pjesa e votimit, a do duan teleshikuesit, populli që të takojë një banor që e shikojnë si favorit edhe si të mirë për atë lojë, apo ndoshta do duan të takojnë një banor që ka qenë në heshtje këto ditë, që do të jetë në heshtje këto ditë, ndoshta për t'i dhënë mesazhi, me interes pritet edhe kjo të premten për të parë se çfarë zgjedhje ka bërë publiku për banorin e tyre që do duan të takojnë. Nga ana tjetër, siç u shpreha, lëndrimi është goxha i qëndrueshëm në lojë, ku e kemi parë dhe me Edi që ka një lloj kimie me Dolçen për ta bërë sigurisht edhe Bia, që kam thënë që publiku do t'i ofroj vetëm trupin e saj, se fjalët i ka të pakta në gjuhën shqipe dhe kleçka e saj në lojë mund të jetë komunikimi, por kemi parë që jo thjesht komunikimi, por edhe një lloj gjuhe e trupit mjafton për të bërë protagoniste dhe Bia Kalif është një femër bombastike, sigurisht me operacione plastike, joshte siç ishte edhe në pishin pasi mbaroi Prime me tanga dhe me topless, me gjoksin jashtë, nuk e di sa normali do të jetë kjo për ta parë gjatë ditës në një platformë që mund ta shikojnë dhe të rinjtë dhe ndoshta keq frymëzohen dhe nuk japin sinjale të duara. Interesante, më duket edhe shkurta, por në këto orët e para po jep më shumë ato mesazhe si të jetojmë, pra po bëhet si një lloj mentore. Nga ana tjetër, Sasa u fut arrogante me qëndrim, ta shikojmë se si do të jetë loja e saj. Pak a shumë këto ishin edhe ato banorët që ranë në sy, pa diskutim Tarzani me dukjen e tij getoare, ka emrin, pra që ka gruan siciliane, ka bërë dasmën në Turqi, interesante për ta njohur, pasi nuk është një figurë publike dhe jo një figurë e njohur. Nga ana tjetër, Kushtrim Krelani, një artist me një energji shumë, le të themi, gazmore dhe shumë të bëri për vete. Kam interes për të parë dhe si do të jetë i Brodeli, një artist që ka faqen knus për ata që e njohin, një artist krejt ndryshe nga estrada jonë, shumë e veçantë, me ide geniale dhe për te horizontit dhe fantazisë sonë. Mbetet për të parë se vetëm pak orë ka që ka nisur ky format, por i zhurmshëm dhe me mjaft dinamizëm. Do të shikojmë nëse do të ketë një lloj përballje midis Albës dhe Bia Kalifin, pasi të dyja kanë pasur një raport me Limin dhe Alba besoj që ka nisur një rrugtim të gabuar, duke u kapur me produksionin e bëri mbrëm, duke thënë që ç'është kjo lojë që bëni ju që na dogjet valixhen, e sot duke thënë që shiko, unë kam informacione. Pak a shumë janë lojra të
para dhe në Big Brother e tjera nuk po sjellin asgjë në këto orët e para përveç ngacmimeve, provokimeve dhe epsheve që kanë banorët. Paka shumë kjo ishte edhe troçi i parë me Redin, duke dhënë ato mendimet e mia specifike. Më pëlqeu dhe energjia dhe lirshmëria që kishte Klodi, njëri italian që e solli realisht ato frymën italiane në një shtëpi si Big Brother ku janë të ndryshëm. Do doja të dija mendimin tuaj për të gjithë këto situatat që ka ndodhur në shtëpinë e Big Brother këto orët e para, si janë dukur banorët, shtëpia, opinionistët dhe rikthimi i Dinit me Jonitën, që unë kam thënë shpeshherë që do doja ta shikoja Dinin vetëm. Dhe më kryesorja, mos harroni të bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.